Kemi ndeshjen e parë, e cila është për kupë me ekipin e Flamurtarit, që besoj që do shfaqemi mirë, mbasi edhe pritshmëria shumë e madhe për këtë ndeshje. Siç dihet, objektivat që ka vendosur klubi janë që ne të ecim sa më mirë si në kampionat dhe në kupë. Po kam kaluar shumë mirë në atë periudhë të Flamurtarit, ku kam fituar dhe kupën e Shqipërisë me ekipin e Flamurtarit dhe fjalët më të mira besoj për ekipin. Është një ekip që është ngrit rishtazi me shumë lojtarë cilët duan kohën e vet për t'u përshtatur. Por besoj që do bëjmë mirë, po shpresojmë mbas kësaj ndeshjes, jo mbas ndeshjes tonë. Po dëshira ime do ishte që ne përfaqësohemi dinjitoz me ekipin e Elbasanit të kupë, por ja lëm rrugës. Tani, si çdo futboll dashës, gjithë do dëshiroshin diçka ekstra për të ardhur te ekipi jonë, por gjithmonë duke qenë një shkallë më lartë se këto lojtarë që kemi sigurisht. Plus që shpresojmë që të periudhë edhe çunat tonë që kemi të akademisë të shfaqen disi më mirë dhe pse jo të jenë ato titullar të ekipi Elbasanit. Siç kemi pas qenë dikur që losim shumë lojtarë nga akademia të ekipi parë, edhe dëshira ime, meqense punoj te akademia e AFL Elbasanit, është që të kemi sa më shumë lojtarë të akademisë sonë aty.